Sa më shumë kohë kalon që bëj këtë punën me make-up-e, aq më shumë gjëra të reja mësoj. Çfarë do të thotë kjo? Shikoj më nga afër klientet, kuptoj më shumë njerëzit, takoj njerëz të ndryshëm dhe dëgjoj dhe historira të çuditshme, raste të çuditshme. Po nëse po futem drejtë në temë që mos i bie shumë gjatë. Tani, disa raste që më kanë ardhur në studio edhe vëre diçka. Tani, unë kam pak bezdi që pas çdo hapi klientja do më shikohet në pasqyrë, sepse normalisht nuk është se do shikosh ndonjë diferencë nga hapi në hap, për arsye sepse ky është një proces, besoj procesit. Dhe ti prap do dukesh shëmtuar deri në momentin e fundit, domethënë duhet të shikosh rezultatin final që të kuptosh është bukur, të pëlqen apo nuk të pëlqen. Dhe e kam pak bezdi si ves këtë të klienteve që kur fillojnë edhe shikojnë pas çdo hapi në pasqyrë. Por nëse nuk është se u them gjë që mos u shiko apo ku ta di unë, sepse nuk më takon mua tek e fundit, ndoshta ajo është njëri detajist, ka preferencat e veta edhe të tilla gjëra. Pavarësisht se nuk është edhe shumë profesionale që klienti të ndërhyjë në punë, sepse do t'japi një ide jo profesioniste dhe normalisht që ty do të ndikojë në punë edhe mund të ndikojë edhe në rezultat. Po tjetër gjë kjo se ajo e njeh më mirë veten, e di më mirë se çfarë do etj me radhë. Gjithsesi, kam pasur nga këto raste që klientët pas çdo hapi shikoheshin në pasqyrë. Edhe i kam pyetur që ka diçka që po shikosh kaq shpesh në pasqyrë, se ndoshta mendoja edhe këtë që mos nuk kishin besim tek unë. Edhe dy raste që i kam të freskëta fare dhe do t'ua them dhe juve. Njëra nga vajzat kishte fejesën dhe një ditë më parë ishte rregulluar në një vend tjetër, edhe make-upin dhe flokët i kishte bërë diku tjetër. Edhe më tha mua kur erdhi ditën e nesërmen tek unë, i thashë pse le sot për nesër orarin tek unë, tha unë nuk isha në plan fare, tha që të rregullohesha më, tha madje ja anullova dhe tjetrës, tha, sepse më la me pasoja, tha unë dieta kur jam rregulluar tek ajo, tha më ka bërë një make-up, tha që aq skandal, tha më nxori totalisht portokalli, tha një bronzer portokalli, tha dhe qafa me fytyrën bëni shumë kontrast, ishte portokalli. Dhe unë ngela e traumatizuar, tha, do me thënë aq keq mu duk vetja, tha doja të qaja, tha. Prandaj tha mos ma mirë për keq, tha që po shikohem, tha në pasqyrë, tha, po e kam, tha, nga që ngela me trauma, tha një ditë më përpara, më tha mua. E njëjti rast edhe me një gocë tjetër që pas çdo hapi shikohej në pasqyrë dhe i bëj të njëjtën pyetje që ke ndonjë gjë specifike që do që unë të kem kujdes, apo je detajiste dhe të pëlqen që ta shikosh make-upin pas çdo hapi, dhe më tha që jo, po kam një traumë nga një make-up që kam bërë më përpara diku tjetër. Dhe në rastin e saj ishin vetullat që ja kishte nxjerrë shumë të trasha, bazën nuk i kishte pëlqyer, shumë të yndyrosur, niste këto problematika që asaj nuk i kishin pëlqyer. Tani unë kam një pyetje për gjitha gocat. Çfarë ka bërë gabim parukierja ose make-up artistja juaj që ju nuk vajtët më? Do me thënë, dua eksperiencat tuaja më të këqija ose ato më pak jo të mirat, të më shkruani në komente, sepse me këto që do lexoj dhe unë do kuptoj shumë. I ka ju put.